بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملنا كله صالحا وبوجهك خالصا. Ajo që do të flasim ne sot me lejen e Allahut Dhul Xhelal është, ju e dini se surja e ditë në Kur'an e ka emrin Suratul Baqara. Surja e cila është surja e lopës. Ndoshta e gjeni edhe në përkthim shqip dikush e ka përkthej. Pse kjo u etiketu me këtë, megjithëse emërtimi i sureve në Kur'an është sipas dëshirës Allahut Dhul Xhelal. Secila sure që e ka emrin ka dashur Allahu ta emërton me diçka. Dhe pse ka këtë emër? Nga se Allahu Dhul Xhelal e ka ndërlidh me një ndodhi e cila gjendet në atë sure. Domethënë Zoti ka biseduar diçka. Nëse është suratul Maide tjetra, ose Ali Imran, mas surës Baqara, bisedohet për familjen e Imranit, pastaj i u vënë emri suratu Ali Imran. Domethënë bisedohet për këtë. Jo, nuk është vetëm ajo, por ka shumë sende tjera që ngërthen ajo. Mirë, po kjo është një pikë që nëpërmes të cilës orientohet njeriu. Pastaj ka suratul Maide, surja e sofrës. Ndodhi një mrekulli i Isës alayhisalam që i zbriti një sofër nga qielli. Edhe kjo emër emrin surja e sofrës, megjithëse ka dispozita plot. Kjo sa i përket disa njohuri në lidhje me surrat dhe emrat e saj. Po kjo në këtë surë u përmend suratul Baqara. E lopës, çfarë ndodhi, çfarë lope ka qenë aty që u përmend. Megjithëse rënditja o vëllezër të nderuar e surreve nuk është sipas zbritjes, nuk është surja Fatiha e para që ka zbrit. Kanë zbrit ajete tjera, ju e dini Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ajetet e para surës Iqra kanë zbrit para, po pse nuk është surja e parë kjo? Se Allahu ka dash kështu të rënditet Kurani. Kështu Allahu ka dash të rënditet Kurani. Pastaj çka ka një mrekulli tjetër? Dhe me thonë edhe surët sipas, përderisa nuk kanë zbrit, nuk kanë rënditja sipas zbritjes, edhe ajetet nuk kanë zbrit këtë një surë komplet, por kanë zbrit disa ajete, shtash disa ajete më vonë, kështu me radhë brenda 23 vite. E kjo rënditje o vëllezër të nderuar ka qenë rënditje që ka dash Allahu Dhul Xhelal që në këtë mënyrë të rënditet Kur'an. Një këshill për ju si musliman, se shpesh herë kur shpërndajmë Kur'ana, e merr njeriu në bismillah e lexon Kur'anin sikur libra të tjerë. Kur'ani nuk i ngjason librave të tjerë. Kjo është fjala e Allahut Dhul Xhelal, edhe radhitja, edhe rënditja. Çdo fjalë e Kur'anit është me peshë, shumë me peshë sa librat e miliona njerëzve. Edhe rënditja nuk është e njëjtë. Prandaj ju këshillojmë njerëzit të cilët për herë të parë don dika që nuk është musliman të japish një Kur'an dhurat që të lexonë, sidomos Kur'ana që janë pa shkrimin e Kur'anit në gjuhën arabe. Atëherë preferohet që t'i lexon ajetet jo sipas radhitjes, zbritjes, mirë po surrat që kanë zbrit Mekë, bisedojnë për qëllim për të bindjen. Nuk ka zbrit Allahu dispozita shariati 13 vjet. Vetëm namazin Mekë ka ardhur si dispozitë që obligua dhe atë ka fundi kur ka hip, më thonë që thuhet vitin e 19. Von dikont. Në fillim bisedohet pa u bind njeriu në Allahun, pa e njoh Allahun ai si të krijon obligime. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Krejt kjo që e tham deri tash është një hyrje se si të veprojmë me Kur'anin. Se sa e lexon ai elhamdulillah rabbil alamin drejt hin në surën e ditë Al-Baqara. Edhe këtu çka ka? Këtu bisedon për Beni Israilit, për dispozita e kështu. E në surën Baqara që quhet domethënë surja e lopës, ka ndodhur një ndodhi me lopën. Çka ka ndodhur? Kjo ndodhi është e Beni Israilit. Prandaj ata që janë musliman të ri, se çka be Kurani fol te kit për Beni Israilit. Kjo është diçka që ka zbrit Medine. Kur u ballafaqon muslimanët me Beni Israilit, me jehudit Medine, atëherë Allahu tregon ndodhi, që ndoshta edhe ata nuk i dishin disa gjëra që i zbriti Allahu, dhe ata i kishin fshi do informatat atyre që Allahu i na çoi neve, dhe Allahu Dhul Xhelal nuk na çon ndodhi kot e kot. Ta shohim një cërtani film apo një film. Allahu i zbret vetëm se fjalët e mira për të marrë mësim. Dhe thot Allahu wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Ne i zbrisim dhe tregojmë për disa ndodhi të pejgamberëve që ta përforcojmë zemrën tënde, që ti të ndihesh krenar dhe i lumtur dhe ti të vazhdosh si musliman i mirë derisa ta takosh Allahun. Pastaj thot Allahu Dhul Xhelal në Kur'an wa laqad kana fi qisasihim ibratan li ulil albab. Në ndodhi që ndodhen më herët dhe ne ua përmendim juve, ka mësim për ata që meditojnë.
Allahu nuk i ka nxjerrë të ndodhi, nuk na ka diftu neve, shumë sende ka ndodhur. Mirë, po këta që na kanë tregu Allahu dhul xhelal, këta janë mësim për njerëzit. Prej kësaj mund merrni mësim dhe këshilla. Për ata që meditojnë normal. Wa ma kana hadithan yuftara. Sot Allahu nuk është kërren, unë nuk u tregoj për një gjë që s'ka ndodhur, pa ajo që ka ndodhur në të vërtet dhe ju të merrni mësim nga ajo. Çka është kjo ndodhia e lopës? Çka ka ndodhur? Çfarë lope ka qenë kjo? Këtu veçëm desha në fillim që të përmend se jo çdo send që e lexon në Kur'an ke drejt vendosh emën. Domethënë njerëzit para se me hijnë ndodhin, ende jemi në hyrjen e këtij dersit, para se me hijnë brenda, domethënë në fillimin e dersit. Jo çdo send që ngjon Kur'an vendohet emër. Disa njerëz thotë kam gjetë një emër pi Kur'ani. Emën pi Kur'ani, mirë po në Kur'an shkruan në Firaun. Firaun ka qenë një kriminal i madh që i ka thënë vetë Zot, tash ai se e kena gjën Kur'an kët. Do thon Kur'ani ka ardhur për njerëzit ta kuptojnë se për çka bisedohet. Firauni ka qenë kjo, tash hajja vendem Firaun e gjeni kena gjetë emrin Kur'an. Kjo vetëm një vërejtje dhe këshill e vogël se jo çdo emër apo dikush merr një fjalë wanhar për shembull dhe therr kurban. Therr kurban nuk i vnohet emën, o therr kurban. Më thonë kjo është fjali, ose thuj kurban, të thosh edhe kurban, mirë po kjo është vetëm një këshill dhe sugjerim i vogël që apo sura Bekare, surja e lopës, tash më i thonë diku ja vendim në emër se te një lloj ka mirë lop, nuk shkon, nuk është rregull kjo. Prandaj çdo gjë që Kurani është këshill dhe është Allah thotë për ata të gjallit. Njeriu që thotë i gjallë ka vesh, mendje, kupton edhe e lexon atë. E çtash ndodhia e lopës transmeton Taberaniu dhe Buhatin. Thot, para se me hiti lexojmë ajetet që ka ndodhin e ta, thot ishte një njeri pasanik të Beni Israilet. Domethënë të Beni Israilet të populli i Musës. Ka ndodhur kohën e Musës, përderisa Musa është gjallë. Ishte në kohën e Musës një njeri pasaniku i madh. E ki pasaniku s'kishte fëmijë, edhe ishte shumë pasanik. Edhe kishte ai nëse ki vdiste, nëse vdes një njeri pasanik, do morë pasurinë, dikush pi afër mi familjes që është gjallë. Po fëmijë s'ka, po kush t'ja merr pasurinë? Pi ta afërve që ishte gjallë, ishte djali i vllaut të tij. Domethënë vllau ka vdek, ka një djalë, është tash ky djali i vllaut. Mirë po djali i vllaut e kuptoi se me vdek minxha, me vdek axha i tij, atëherë kit pasuria e tij, 2 milioner, bëhet ki milioner më njëherë. Trashëgon ki. E si t'ja bën hallin, prit se të vdesë minxha s'ka. Prit se të vdesë. E ki e kujton tash. Vin shejtani dhe thot, para mendo, po në qoftë se ai jeton 80 vjet, ti për shembull je 20 vjet më i ri se ai. Ai jeton 80 vjet. Çka do të duhet anti pasuria më kur të vdes ai 80 vjet ti ke 60 vjet. Të duhet pasuria sa je gjallëri, e çtash duhet pasuriti. Po çka të bëjmë? E shejtanit mëson ka punën e këqija. E thot, atëherë thot, mirë ishte t'ja gjishe punën ti, ta mbytshë dikon. Edhe pse merr vesh kërkush, e mbytën shkon sa veti kanë mbyt se kanë vënë vesh. Ka ndodhur edhe një rast të gjeneratat e para të sahabijet, ka qenë një sahabi o vëllezër të nderuar. I ka thonë një robreshë, se ma herët ka pas robreshë, në qoftë se prindi, do të thonë robreshën e kemi folë dhe njëherë për robët si kanë qenë, edhe ka pas robreshja, ka thonë vajzës vetë të ndihmon robreshja për kryerjen e punëve, nevojave të saj. Një punëtore në shtëpi takije që i ndihmon vajzës vetë. Edhe ja ka thonë dhuratë dhe ajo është shërbëtorja e saj. Pastaj çka ndodhi o vëllezër të nderuar? Kjo i thot kësaj robreshës, si të vdesun ta di se ti je i lirë. Nuk merr më, nuk trashëgon familja im, ti dhe me thonë je i lirë. Edhe kjo një ditë bën buk dhe ka thonë kjo një ku të vdesë, kjo kur të lirohë, mund të vdesun para kësaj, se lirohë mas njerë, edhe merë edhe ja helmon ushqimin. Ja gatun bukën edhe i fut ati hel. Edhe kjo ta shijone, kur shef diçka, shija nuk është rëndon, ka diçka, nuk shkon kjo. Se çka i ke bukë kësaj, sa te ka panika. Edhe frikët, çka i bën ti çka don, kur e shef se frikët, atëherë edhe tregoni, thotë çka kështu, thotë unë futa helm atë mos e hasë të vdesësh. Çka mendoni kishte bëu vëllezër të nderuar, kishte qenë dhe kushtet helmon e tij. Po thotë pse çka të shtiu ti, si të mashtroj shejtani që ti të më helmosh mua. Po thotë ti më thaj se si të vdes unë jam e lirë, unë dusha të lirohem sa më herët. Ajo shiqon njeriu, e llogaritën vetëm hesapin e vet. Unë ti jam e lirë. A hesapin e qeterkuj nuk e vendon vetëm pozitën e atij. Para mendon mua të më helmonte dikush. Jo, këtë se bën hesap. Unë e bëj hesap vetëm interesin tim. Unë kam interes, po ti vdes, unë e të jetoj. Subhanallah. Po kush është më e vlefshme? A jeta e një njeriu, a pasuria e tij?
Gjithsesi që jeta ati, me qenë se ti kështë thonë, na ma parët të ta shputoj jetë, thot meri këtë parët, jesë të jetoj gjallë. E shka ndodhë o vlezër të ndërruar, tha, mas i përate pas ke bu, tha kjetë falet, edhe ti e piqtash e lirë. Subhanallah, kështu njerës, gati se nuk kamë, në kone fundit, po Allahi na bëftë edhe na shtaft të tilë. Pastaj o vlezër të ndërruar, ki e vendos dhe i thot mi gjëzvet, hetë se në kanë thirë me një ven edhe dëshken. Dhe nisën rrugës dikundi, shu pak si ka akshomi atje, edhe shkojnë dhe derin mes di fshatrave, edhe atje kap thikën edhe mbit. Para në kuj ka menduaj, se të ambis gjalli i vllaut këti, me gjithë se ki ka qenë pasanik dhe bujari ka dhonë ati shumë, mirë po që tash, ja këthen me të keqe që a merë ketë pasurin. E mbytën. Ka një regull në islam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul qatil. Në qofë se një njeri duhet të rashigon për prindit vetë, apo për dikuj tjetër. Edhe kije ka mbyt atë, nuk ka të rashigimi. Islami ja ka këput të rashigimi. Pse se mund të mashtron shejtoni, thëtë si ta mbisish babën ti, edhe atëherë çka pasuria këtë të mbese ti. E jo, Islami e ka ndalu. Me gjenë se e ka gjallin e vetë, gjalli ati nuk të rashigon më për ati prindi. Nuk të rashigon pasuri vrasi, edhe me qenë gjalli ati. Po kush dhe more? Kush do të le more? Po gjem të vlajt dhe more, le more gjem të vlajt, ki kriminal s'ka për ta more. E ndëshkon Allahu njeriun i cili dëshiron të arrijë një qëllim, dhe më thonë në rrugë të gabuar. Kështu është islamikisht. E prandaj ka këput këta punë, dhe qoftë, me gjithë se dhe kush të tu Allah merja shpirtin prindit tim, se kjo është kopratë së mepën, e të vdes, ajti morin pas taj fëmijët, që morin pasurin. Allahu në rujt, kjo është zullum, Allahu në rujt. E çka ndodhi kjo mbyti? E mbyti. Masi e mbyti, e murë ku fomën e ti e vënojmë bë një mjetë transporti kalë, që ka qena për gomar, edhe e qonë në një fshat, e qonë të ajo pjesë atje, ka ajo kabilja ku ka jetu, një kabilje tjetër. Ku qonë nesër sabah, më dishën njerëzit u vranë më halën tonë kjo, jo, më halë tjetër atje. Edhe me ata ka dhe njëherë kam pas hasëmri, këta edin, që kur të dalë njëri i vdekët atje, çka lipi kitë vdesja gjithë ju, edhe në sabah u buon më ngjes kur çonë njerëzit e shohin kalin njeriu mbi kali vrat, shka u bu puna, edhe ta e morin e njohin kush filan pasaniku. Edhe e morin kufomën me gjithë kalin apo gomarin dhe e çojnë thotë kjo është për filan vendit, thotë e gjetëm këtë vrar në hallën tonë atje. Thotë ki vrasi, thotë ju e keni vrar. Ne kemi pas hasëmri për mote, ju e keni vra, ju i një kriminele. Thotë, ju popull në vra njeri unë më të pasur të vendit tonë, ja kam pas zilin këti, ki ka pas shumë pasuri. E kështu me radh, që të shket problemin e bon, që të shpëton vetë vetën. Po paramendon njeri unë naif. Le nëse don të shpëton vetë vetën, po i shtin fesat këtë, për deri sa u qunë shpatat, shkun njerëzit, edhe u acaru punë, si në lini fajnë neve, hasëmrohet kjo familje, me atë familje, popullin e Musës që ka ndodhur vëllezër të nderuar, dhe Musa alayhis salam është gjallë. Dhe u çon shpatat luftone, merr vesh Musa, çka u bë puna? Si kjo? Ju e dini që Musës kërkuan ben Israilet ku shpëtuan pi Firaunit dhe qëndruan 40 vjet shkretin. Kërkuan pi Musës të kien ujë të bollshëm se s'kishin dhe kërkuan thuj Zotit le nxjerrë ujë bunar që të pikto. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka al-hajar. Musa kur kërkoi prej Zotit që t'i jep ujë që çlishon Allahu ashija dhe në lumat dhe në bunar, Allahu thot tha bjeri me shkopin tënd gurit. Kapni karpe modhe dhe bjeri me shkop. Fa anfajarat minhu 12 ayna. Dhe thot Allahu Musa kur i ra gurit i nxori 12 burime, se ishin 12 familje, 12 kabile. Pse 12? Se nuk mundështë të Musa popullin e vetë me një bunor, dhe ishin therë një me tjetëre, kitë me një bunor pinë. Në gjithë se Osmani radiallahu një bunore qytin Medinet lumë turkit musliman. Populli Musës ishte problematik, dhe prandaj ndëshkoj Allahu dhul Gjelali në shkretin gjatë vite. Me fol vetëm si popull për Beni Israelit, sa ka hjek Musa me atë popull, wallahi habitesh. Ka hjek shumë me ata. Pastaj ma vonë erdhën gjenerata më të mira. Dhe çka ndodhi o vëllezër të nderuar? Kishin për të hongë për të pimir, po fesatin e kishin zarë. Me njëherë dhe Musa çka u bë puna? Thënë o pejgamberi Allahut, kështu në lijet fajneve. Jo, nuk valen fajn ju e keni mbi, hazër luft nisët, vritën ata njëri me tjetër. Atëherë Musa alayhis salam tha përderja se ashtu të shohim Allahu çka do na thot neve. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Thot Musa popullit vet, o ju popull, Allahu urdhëron që ju ta thirrni një lop.
ta therrni një lop. Thonë, shka ka lidhje lopa me njeriun që ka vdek? Thot, Allahu ka thonë, ju ta therrni një lop. Dhe më thonë, ata mirëshin me bakti, kishin lop me cilët punonin. Kjo nuk ka lidhje me atë hiq. E refuzun Musën. Po çka i thonë Musën? Musa thot, qalu atattakhiduna huzwa. Thonë, o Musë, a tallësh ti me ne? Të alun me ne? Njeriu ka vdek, ne jena të uvra njëni me tjetrën, ti thot shkoni me një gjinja një lopën e therë një atë, se Allahu me një lopë dhe të na apes djedhe neve. Thot, ja talësh me ne. Me gjithë se Beni Israilet o vlezër të ndërruar, i kishte shpëtu Musa i kishte shpëtu për Fironit. Gjitha ta mrekulli të cilët i panë, u qaj deti, që mrekulli që ndodhen edhe atje në Egjipt, prapa ta nuk kishim bind se Musa i shpëton, është shpëtues. Para mendo ti të shpëton të njëru, ta shohish një njeri se e çan ditën, ti që me Musën alayhis. A do kishe dyshim se ki nuk blep zgjedhjet ja se si. Ti do bindesh, çka thot pejgamberi? Thot ti atallesh me na, i gare bon me na, budalla na qon ti fakt neve, na çmendet i mina, ne ta therim lop. Musa o vëllezër të nderuar, shiqoj edukatën e Musës. Nuk tha Musa alayhis salam, jo, unë nuk tallem me ju, po ju talleni me mu. Do me thonë nuk ja kthej me të njëjtën mënyrë që ata ju drejton Musës. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Tha unë kërkoj mbrojtje tek Allahu që të jem xahil. Se xahilat, njerëzit e dobët, njerëzit pa edukat, ata tallen me tjerët. Unë nuk kam atë pa edukat, çaq edepsës që të luj me ju. Unë jam pejgamberi Allahut. Ata e quajnë Musën pa edukat. Momentin që dikush thotë ja budall je be, a ke mend, nuk është përgjigja jo ti je budall ti je në mend. Që këtë merre piksaj. Allahu ta ka thënë Musën alayhissalam shembull, që mos i thosh jo ti je edepsës. Unë mundon për të mirën tënd ti çka më thua mua edhe një fjalë ta ka thonë të një 10 apo 15 për mas. Ai ka rëndu pak duke mësuar ti ai që e mëson ka e mirat, ai të ofendon. E kur të ofendoj ti vazhdoj prap ta këshillosh, më mundo t'ja kthesh që ta ofendojsh ti atë. E çka tha Musa? Tha ju më akuzoni për se unë jam xahil, unë jam edepsës, me po tha a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, tha unë i them lus Allahun, o Allah, më ruaj mua dhe as se si mos më bë xahil. Mirë po vëllezër të nderuar, nuk ishte vetëm kjo ofendim ndaj Musës. Ata shkojnë kërkojnë zgjedhje pi atij, edhe këtu ofendojnë. Bile kishin thonë për Musën alayhis salam se Musa nuk ka organ gjenital. Domethënë nuk është burr me një fjalë. Burr është vetëm vonë. Pse e kanë akuzuar kështu? Për shkak se Musa alayhis salam, ata kur janë larë në lum, janë larë gjithë patesha. Dhe Musa alayhis salam, pejgamberi Allahut, është larë dhe me thonë vend veçantë, dikund kurse ka pa kërkush. Bile njëherë kanë shku që thuhet është përmend në historia, kanë vjedh teshat që ku dal pi lumit, e kanë gjetë, e kanë vëzhgu derisa del, edhe pastaj si të dale pa teshat dhe ta shohim. Atëherë dhe dale ai para njerëzve tu i lip teshat, dhe dale këtë mënyrë, domethënë kanë lujën tallë me pejgamberët e Allahut. Prandaj tha Allahu wa farikun yaqtulunhum wa farikun tukdhibun wa farikun yaqtulun. Tha disa një grup prej pejgamberëve i vrasin dhe një grup i përgënjeshtrun. Më thonë kanë vuj pejgamberët e Beni Israilet, subhanallah. E çka ndodhi o vëllezër të nderuar? Vujtja e pejgamberëve apo ofendimi i pejgamberit është ofendimi i Islamit. Prandaj një njeri kur u tallën një grup njerëzit me pejgamberin alayhis salam, atëherë çka tha Allahu zbriti ajet kul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastehziun. Ata tallëshin me pejgamberin. Tha thuaja me Allahun dhe pejgamberin e Allahut ju talleni, la ta'tadhiru, mos arsjetoni, ju keni bërë kufër masi keni qenë besimtar. Domethënë nuk tallet njeriu me Allahun, as me pejgamberin e Zotit, as me ajetet me Kur'anin e Allahut, librin e Zotit. Për shkak se kjo është ofendim dhe nënçmim dhe urrejtje. Ta urrejsh Zotin ti, domethënë del njeriu pi Islami, Allahu na ruaj. Tregon një dietar një herë vëllezër të nderuar se te ne muslimanët pejgamberët e Allahut pa dallim krejt kanë pozitë të lartë. Edhe Isa alayhis salam është i dashur te ne bile edhe më shumë se shumë te krishterët. Shko vëllezër të nderuar, Isa alayhis salam tregon një dietar thotë shkova në Finland në një ligjërat ders, edhe thotë isha do të jem trish për ndajnë do fletushka, edhe thotë bëhet një teatr, dalin disa njerëz aktrojnë para publikut atje në teatr dhe tallen me Isën alayhis salam. Edhe thon kjo është art. Kjo është liria e mendimit, liria e të shprehurit. Edhe ata tallen thot përderisa kanë luaj me Isën alayhis salam, përderisa e kanë buë domethënë që i thon këta pedofil.
Allahu na ruajt. Domethënë nisën as. E muslimant shtash xhelos, pse dikush lunë me pejgamber? Çka të ka bëu Isa alayhis salam? Ajo është pejgamberi jon që ka pozit, la nufarriqu baina ahadin min rusulit. Ne nuk dallojmë asnjë mes pejgamberëve. Këtë janë të dashur të ne dhe këtë i besojmë në ata. Edhe çohen muslimanë dhe shpërndajnë pamfleta, fletushka se kjo është nënçmim dhe kjo nuk bën. Po ne ki thot, "Po mirë, ku janë të krishterët?" Thot, "A është Finlanda vend me kriçbile dhe flamurin e ka. Ku janë kisha pse?" Thot, "Jo, thot, ne nuk na pyes Allahu çka bën ata. Neve thot na pyes Allahu çka bëm ne kur një pejgamberi Allahut ofendoheshte me ta." Dhe u çuan parët të cilët shkruajtën dhe folën për këtë meselë ishin muslimanë. O vëllezër të nderuar, pejgamberët kanë pozitë të ne, kushdo që qoftë edhe Musa alayhis salam, ne do t'i kishim dalë Zot edhe Misa, ose kushdo që të jetë këtë janë pejgamber, njerëzit më të dashur të Allahut dhul xhelal. Tha unë kërkoj mbrojtje të Allahut që të jem xahil, tha unë nuk jam xahil. Të mbron njeriu vetveten është e drejtë. Në piksaj për çdo jetë që decidim, është mirë që ka një dobi ta kuptojmë, nuk është vetëm ndodhi lopa e therrën, lopa nuk bua, haj kiamet u bua. Po për çdo jetë të ndalemi që nxjerrim dobi. Ka të drejtë njeriu ta mbron veten. Thon ti je xahil. E ti çka të thosh? Po unë be xahil jam. Jo thosh. Audhu billah, unë jam xahil. Unë nuk them se ti je xahil, edhe se në qoftë se ti më akuzon, unë nuk bëmi keq anon se ti do ta akuzoj anon ti. Më thon se atëherë bi unë me të vërtetë pozitën e ulët, ama kur të thotë dikush se ti si je në mend, them ka dalën. Çka, unë jam pe atin që mendon ti. Mu Allah elhamdulillah më ka dhënë edhe mend, edhe aftësi, edhe çka, urdhë, a ki diçka, çka ti del Zot njeriu vetvetes ka të drejtë. Sikur Jusufi alayhis salam. Jusufi alayhis salam u akuzu se ai ka bëu moralitet. E çka thonte, unë ashtu në burg, këtë ka të foli. Masi ashtu të më qoni burg, gruje mbreti e dan gruan e vet, e ngjon edhe me qenë gabim ajo. S'ka gajle thot. Edhe atëherë çka tha Jusufi alayhis salam? Sa le dëshmonë dikush prej familjes së saj. Edhe erdh njeriu prej familjes së saj, edhe tha mbrohet njeriu. Çka ka mundsi? Pastaj ata prapë shtin burg. Oni se u mbrojt Jusufi, prapë i hinin burg. Mirë po të mbrohet njeriu, na jep Allahu mësim, ki drejt mbrohesh. Bile mbrohu. Nëse dikush të akuzon, ti nuk je naiv, ti thuaj ja, s'është e vërtet. Mos e ofendohat, mirë po mbroj vetveten. Kështu mbroj Jusufi me që kishte, mirë po prapë ata shtin burg. Mri po ajo që lipët që të mbrohesh. Në duhet nëse duhet një advokat që ta mbron të drejtën që ta ka dhënë Allahu dhul xhelal edhe atë merre. Pse se ki ta mbron e drejtën që Allahu ta ka dhënë, që është i lirë, dikush ta akuzon për diçka? Jo, ama ai nuk është musliman. Edhe jo muslimani ka drejtë të mbron e kështu me radhë. Pastaj o vëllezër të nderuar, i thot Musa alayhis salam, unë nuk masi që thot unë nuk jam xahil, thot Allahu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Është të akuzon për xahiliet, mbrapa ata prapë erdhën e lusin Musën. Hajse te ti mund xhem zgjedhje. Se ne prapë të vritemi të caktohemi. Thot, haj lutet e Allahut, vin Musa si thon, haj lutet Zotin ti që të na shpjegon neve si është ajo lopa. Mas si Zoti tha lop, tha haj të shohim ne çka është ajo lop. Shtash sikur të hallën me Musën alayhis salam. Ende nuk janë të sigurt. Po than haj të shohim çka do thotë ai me këtë lopën ne. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Thot Allahu, thot Musa alayhis salam. Allahu ka thonë, ajo është një lop. Mjaftonte, sikur fillim ta kishin thërë çfarë do lopet dhe mjaftonte, dhe zgjidhesh te problemi. Jo, thot hajna tregote neve çfarë lop është ai. Ne duam ta dim më detaje si o lop. Tha atëherë tha përderisa ju kërkoni se si detajet, thot Allahu thot është një lop që nuk është e vogël, domethënë nuk është viç. Domethënë është lop e cila ka bardh pak, mirë po edhe nuk është plak. As lop, domethënë, e cila s'ka lind viç, po nuk është as lop e cila ka lind shumë viça. Nuk është bikër, edhe nuk është, domethënë, është mesatare diçka. Faf'alu ma tu'marun. Tha ju krinja urdhrin që u ka urdhruar Zoti dhe u kri punën. Siç ka vënë thotë, dhe bonja çket, edhe mos hini më në detaje, u kri punën. Erdhi një njeri te pejgamberi sa ta lidhin me kët. Tha ja Rasulullah, në haç ishte. Tha pse cëllën haç ne duhet ta bëjmë? Çdo herë kur vin haxhi ne duhet shkojmë në hax. Pejgamberi sa nuk ju përgjigj. Ja Rasulullah, tha duhet se cëllën vit shkojmë në hax. Pejgamberi sa nuk u përgjigj. Tha ja Rasulullah, ti je shef se ngjon pejgamberi sa, dhe sta përgjigja është dobin tonë, lije. Ja Rasulullah, duhet se cëllën vit ne të vim në hax. Tha me thon po, tha do obligohet këtë njerëzve. Po tha nuk thon po. Mos e ngarkoni vetveten me atë. Tha se nuk mundeni, s'mundeni, janë me dash. Para mendoni tash 1.700 milion muslimanë shkojnë këtë naç. Se cëllën vjet, çka ishte bu? Ku ti si merr vendi?
Duhet Mekën ta bëjmë pale me sakat që të hinë Mekën njerëzit mrenda. Sidoqoftë vëllezër të nderuar, Allahu tha dhe mos pyetni në atë që nuk mos hini disa thellësia. Nëse të thotë që ka për shembull burri i thot gruas, "Bën buk", të vinë drejt han. Çfarë buke? Po bën riz, po rizi si të jetë. Po shif lejet i bardh, po aty ta bëjmë me mish kështu, mos e ngarko veten, atë ka tha burri bën buk, ti po nini bukën hazë. Se më në fund do të thotë ta bësh një gjohë që ndoshta se kia ato riz që kërkon ai. Po unë s'kisha, mra pa i të dhënot, pa të herë pse më pëjte, edhe u him fesati. Kështu është edhe sjellja me Allahu. Në qoftë se Allahu ka kërkuar diçka pak. Bone çatë do, fa'alu ma tu'marun. Ju krijni një urdhën që ka dhënë Allahu dhe deri ja nuk ka dalën, pritej. Më thon, o vëllezër të nderuar, kur urdhron Allahu dhul xhelal besimtarët, ata i krijnë më një herë. Prandaj pejgamberi thot Aisha radhiyallahu anha, dhe kjo është cilësia e besimtarit. Më ka thonë Allahu ta bëj më një herë krijim, nuk ka nevojë shumë filozofia, se filozofia të lidhje me një çështje aludon se ti s'don ta bësh. Një njeri, çana Omer ibn Abdulaziz e dërgon një njeri, thot therreni dele ose dash, edhe thot shpërndaju a njerëzve mishin. Ki thot çka dele a dash? Thot dele jetë. Sa ti jeta e re e vjetër? Ai thot lije se ti smerr veç këtë punë, lije dhe çdo një tjetër. Te ja ta këtë atë se tjetër. Therreni mish edhe shpërndajeni sadaka. U kri puna. Pse hindet ai? Nëse ti çaçi luhatshëm i thasi ti për këtë punë. Edhe la lije thati këtë punë se s'jen këti për këtë. Nëse unë tham leje dele dhe thosh e re e vjetër. Me qenë e re e vjetër, atë ketë brina më kiet. Po nëse ashtu çfarë ngjyre ka? Që delezesa e bardhë, pa mundet ajo me qenë e bardhë, a bën çtu të kiet një pikë zesa as bon. E zon filozofia i tha lije kit se këtë ka. Nuk është mirë që njeriu ta ketë këtë edukat, domethënë të polemizon shumë. Vetë çele muhabet. Se kjo tregon një aludon se ki nuk do të realizon e urdhrin e tij. Sikur një rast tregojnë, një mbret ka urdhëruar që ku shkojnë filan vendi ka pas kriminal, ka thonë a gjet vaprishni shtëpit. Kjo nuk është mbret islam ki, po tregojnë më herët xahiliet të arabët, ka thonë ku shkoni atje, domethënë ti shkatroni janë shtëpiat edhe dru, çka të gjini aty të pritni. Edhe ai nuk i ka pëlqejë këtij komandantit, tash sibe, çka ai nëse ai kriminalin e vrave, çka ka faj shtëpia. Aty njerëzit duan të jetojnë mbrapa, ku drejtën, në një herë çon në shtëpi, drut, pse çfarë faj kanë drut? Edhe i thot, po se ni ka thonë mos e bëjmë, po çka ka thonë? Ka thonë a pikutëzojmë, a pitë shtëpia ta pikë drut. Domethënë unë ngushtu njëri. Ka thonë unë e them ziku të zish pikë drutze. Ka thonë cëllët druti presin para, o ngushtu njeriu. Domethënë njeriu kush don ta realizonën një urdhën, ai zën të pyesë, domethënë don të hike asaj. Thot dil s'ka komandant, pisot së mbosh ti komandant asnjëherë, ki edhe e ndron një komandant tjetër. Domethënë kjo është aludim kur ti zën të pyesësh shumë, sikur s'don ta bësh. Ti thot baba djalit e shka pune, po a mundet me ma vonë atë ka, a ma herët, a mundet me një shok, a mundet mas pune, do thote se ti s'don t'ja ngjesh fjalën e babës. Ai kur thot bone dhe kryen qofse don ta bësh punën alis me ndë. Thot Aisha radhiyallahu anha, ç'është ishte pejgamberi sa. Thot kur ishte pejgamberi në shtëpinë ndihmonte në punët e shtëpisë tonë. Edhe thot kur e ndëgjonte ezonin, thot çoheshte në shpejtësi sikur nuk na njifte neve as ne e njifshim atë. U kri puna, tu bo muhabet, ose tu ndihmu diçka, çoheshte edhe shkonte. Sikur thot se njifte, ai as neve s'na njifte as ne se njifshim atë. Punën e përkrinte, kur thirrte e zoni në thirrën Zoti dhe u kri puna, i linte kitë çka kishte. Kështu ishte pejgamberi. E cilësia e munafikëve është e kundërta. Idha qamu ila salati qamu kusala. Kur çon namaz, ta kisha falbe më vonë, çohet ai kara alarmi, ka vagët në 10 minuta të lënë dilli. Anë pa kanë flin, apo në 3 minuta, ka për 1 minutë dhe më rabdes, anë lën më mas i lën dilli sabah. Allahu na ruaj. Thot Allahu, munafikët kur e bëjnë ibadetin, se ata yuraun an-nas, e kanë për t'i pa njerëzit me zort, sikur kur i çon xhami, i çon sikur i çon thertore ata. Më thonë besimtari kur e bën një punë me gjithë qejf, me vullnet. E populli Musës Allahu a tregon zgjedhjen e atij, ata bëjmë mos e bëjmë. Mos me bu, zën fesati vrasja. Ta bëjmë s'na kondet shumë ne ta respektojmë Musën. Edhe kur e lutën atëherë tha, masi ju kërkoni, sa do të jetë që kështu kafsha, lopa mos jetë asë shumë e reja, asë shumë e vjetët, këtë linë vicha, ama jo shumë, edhe tha, bëj një urdhën e Allahut e nuk kri. Praps supajtun me atë. Ta ka dale se kina ala disa pitjene. Janë ngërkën njerëzit vetës ma shumë. Kalu du lena rabbeke ju bejjin lena ma launuha. Thënë shkoti musta, thane pyet e Zotin, thuj o Zot, shta urdhënojnë Zotin, thuj Zotit, te Allah mustan.
Thuj Zotit, çfarë ngjire ka ajo? Neve na intereson boja. Allah I tha, fef'alu ma tu'merun, bonja në u kri punët, vazhdojmë kush është kriminali këto. Që çputoni më vritën njëri me tjetrin. Tha jo, Zoti tha duhet na diftoni neve çfarë ngjire ka. Qala innahu yaqul, tha s'ka problem. Hajde dash, unë këtë vetë. Tha Zoti u thot juve innaha baqaratun safra, është një lopë e verdhë. Megjithëse ata ishin pak. Në fillim vetëm se ta kishin therr lopën, për shembull ai vend mund të kishte me qindra, me mija lop, ku ta di, 10.000 lopa, ku ta di sa ka. Pikit aty në njënën ta mirëshin krishte puna. Kur than përsditi sa të jetë mosha, atëherë u ngushtu se nuk janë këtë lopat njëjtën moshë. Atëherë mund të ishin për shembull 5.000 lop, u ngushtu tash 1.000. Po kur të thosh edhe cëlla ngjyrë, nuk janë këtë verdha, atë të verdhave do dalin për shembull janë 100. Është tash e ngushtën rrethin vet ata. Tha thuj çfarë ngjyre, thot Allahu le të jetë ngjyra e vet. Nëse ishte ngjyrë e rrallë, donte Allahu të vakufizon çështjen. Se ata vetë kërkojnë ashtu. Sa ngjyra e verdhë jetë. Faqe u lon nuhat e surun nadhin kur ta shofish të tjesë me rap. E ngjyrë e bukur, që e dunia në jetë. Rrit. Pa e krin urdhën e gjetëm, kishte lop verdha plot. Ja, prap njerëzit nuk janë të kënaqur. Tha qalu dulana rabbaka yubayyin lana ma hiya inna al-baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu lamuhtadun. Tha thuj Zotit tënd, o mus, nuk tha Zotit ton, po Zotit tënd, sa ai ka lidhje me Zotin. Thuj Allahut ton, se të kishin qenë çaq që kanë respekt ndaj Allahut dhe kishin ndryshuar mesil. Inna al-baqara tashabaha alayna. Ne jena ndishim se nuk ka vetëm një lopë të verdhë. Sa lopë të verdha ka që kështu si ke thonë të jasë 3 jasë vjetra. Ka shumë kështu. Thot inna në qoftë se na spjegonen e që këtë. Dhe më thonë cila pjatin e të verdhave, se gjetën pjot në të verdha. Thot cila pjatin e të verdhave, thot insha Allahu le muhtedun, atëherë insha Allah thot i na udhëzoj. Para me ndo më këshin thonë insha Allah. Pa më këshin thonë, një dini atë rastin ai që ka shku të blenë në pazar një ku ta di unë lop, anë i ka thonë gruës vetë, o i grua i ka thonë, shkojt bjini lop. Thot me burë thuj insha Allah, thot si insha Allah. Thot unë e parët i kom, në pazari lop, me lop sa të dush, rafsh është me lop, cëllën duhes gjithë. Oni me burë thuj të insha Allah, kur shkona i në pazar atje, edhe ja vjedhin parët. Kur vinë të shpi, o burë, e vjetë lopën, thot insha Allah mi vjedhen parët. Të insha Allah duhesh të atëherë të thush, tash masi të vjedhin parët s'ka insha Allah, jo kri puna. E kështu të njerë, po a këta bile thanë insha Allah. Tha atëherë insha Allah tha dëgodisim. E çka ndodhi o vëllezër të nderuar? Prapë Allahu mirët me lloj-lloj njerëzish, me ngjemdhej. Tha s'ka problem dash. Hajde masi që tash insha Allah do ta zgjidh këtë problemin, haj insha Allah të va tregojmë fundit, edhe e zgjidhim problemin. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha. Thot ajo është një lopë e cila nuk punon se kafshët lopët i kanë përdorur ose për qumsht, ose i kanë përdorur si kije ma herët që kanë laru ta tokën, ose kanë nxjerr ujë pi toke, pi punor, dhe me thonë, ajo lopa, vend që ta hike me dorë, por lopa ka hec, edhe e ka qu kovën, edhe, ose ka laru tokën, ose ka ujë tokën pi punorëve që kanë nxjerr ujë. Thot mos jetë as pi këtyn e lopëve që laron, po mos jetë as pi atin e lopëve që nxjerr ujë. Dhe me thonë, lopë që nuk është e mundu me shumë. Ajo han rahat, pushan rahat, vetëm jep bereqetin të që nëse çka. Vu ngushtu rrethi tash, ku ta gjojmë atë lop. Edhe tha ti jetë shëndohesh plus, jo se cëlla lop, dhe një esmun e dobat, si kurbanin kur e kërkon. Më thonë ti jetë tash gjithni mos jetë me të meta. Musallamatu la shiyata fiha, nuk ka asnjë të met. Masi çu e kërkoni këtë. E lipon vendin komplet me zort e gjetën një çashtu. Me zort. Po lije kur e gjetën një kush ta shet, tash kur e din njeriu se ata me muja janë tu lip, edhe musa pjet Allahun edhe vin, thot njëri merr puna mirë. Ndul biznisi. E ku ishte kjo lopa? Thuhet ka qenë një njeri respektues ndaj prindërve. Edhe ma herët ka pas një biznis me një njeri. Ka shit një, dhe më thonë është dash blenet diçka. Edhe ai shit si ka thonë në qoftë se i bie parët, thot ta hap për shembull 70.000 dirhem, monedha të Floridit. Thot s'ka problem, vetëm thot baba është u flet se shkoj ta
ta zgjoj. Shën shkoj t'ja qes gjumin, dhe shkoj kesa ndëjk gupa demquhet edhe pala e zonë gjumin mrapa. Ajo është të pushu, thot taloj, kur demquhet ai unë të shkoj. Nuk ka dash ta shqetëson e prindin e vet. Thot se mrapa rronte është ta zonë gjumi. E unë të bëjmë sebeb, ata shqetësoj ja s'bëm. Thot nami thot 60.000 thot s'ka problem ose 6.000, thot nuk ka problem veç merre me një herë. Nami parat me një herë unë shkoj se e shes molle. Ky ja thot unë s'e ja prish gjumin babës. Thot 5.000 ose 50.000. Ja thot se ja prish gjumin. Derisa bie 2.000 ose 20.000, thot ta jap pish 70 ti 20 bjere. Shumë edin. Edhe më në fund vim dikush e ne merr për një. Ki ka mund ta blenë pi fillimi, edhe ti jetaj molli këtij. Mirë po pastaj u penduki, be thot, ja prisha gjumin. Oni se thot, dezente prap. Pa ne mos e zente atë ditë nesër defjente, dhe lodhesh. Mirë po, thot ndash, ka një në on vin shejtani thot, ja çit gjumin, ka një në on thot ndash, po kishte respekt ndaj prindit. Hajt se punë e madhe Allahu, ai që rrezik jem dhe vite unë, edhe ja çon Allah rrezikun. I notin e bini Izraelve ja çon çit vije, ki rrezik që është për te o vlla dhe vije. Nuk vim për agjet dhe vije për që tërkom. E ne, qatë lopë që e kishim veç ki e kishte. Ki bon të biznis, vetëm ki e kishte. Sa nësa e shetë, thët kjo është e lopa që e kërkoni ju, s'ka kërkush, po s'ka kërkush. E thët kjo është e shtrejnë. Thët tjetë pak të pagujmë, sa kushtën 10 lopë. Ja, 10, shumë pak. 20 të pagujmë, ja, shfar 20, be s'ka kërkon dhe kështë, vetëm unë e kam. E 30 e 40 e pagujtën sa vlerën e shumë lopëve. Edhe tha, po, që tash mirë. Nuk dihet se sa cifra kryesore e pagujtën shumë mirë. Edhe atëherë, vashiti lopën ki. Edhe i fitoj parët, edhe atë rëskun që edhe me të respektin ndaj prinderve, edhe i mbet se edhe më thonë parët u këthim prap të aj që e kishte për të fitu. Pastaj, qale innehu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ardha wa la taskil hartha musallamatun la shiyata fiha, qalu al-ana ji'ta bil haqq. Tha që ta është i mus, masi nga të regove se që kjo është e lopë, është ta je thajt vërtetën. Pa pititën e pare ka thonë vërtetën, nuk u ka rej musa pi qëtash, ama ju e gushtut vetë vetën, edhe thëtë Allahu, dhe qunë e murën lopën, fëdhebahuha, wa ma kadu je falun, për pak dhe ta këshin lonë këtë punë. Ashtu i nonë dhe i Zotit, kinë se Zotit i mësën ka i keqe e atine. Wa idh qateltum nefsen, fëdda ra'tum fiha, wallahu mukhrijum ma kuntum tektumun. Thëtë Allahu, kur ju e mbitni dhe një njeri, edhe ju ishim polemika, u hini fesati me zveti, Allahu e nëzirë atë që e kini ju në fshehëci. Ditën e kiametit o vlezër të ndëruar, krejt fshehëci dhe të dalin, se kitë dhe në gjallën, se ka vra filoni falonin, që se s'ka dale drejta në dënjo, ditën e kiametit dhe dale ke drejt. Mirë po në dënjo ka mundësi të fshehet. Thëtë Allahu, ju vrat një njeri, dhe hid në polemika, thot Allahu van nxjerr atë që ju van gjall atë që ju polemizoshi dhe për pak do ta këshilon. Fa qulna dribuhu bi ba'dha. Shiqo vëllezër të nderuar. Kishte mundsi Allahu të thotë ose Musa të thotë o Mus thuj të vdekmit çau. Edhe sikur Isa alayhis salam. I ngjallte të vdekmit, i thonte çau bi me lejen e Allahut ana çoshte. Po jo, kjo ishte mrekulli që djalonën i pejgamberit tjetër ma vonë që të vije, Isa alayhis salam. Po Musa çka? Tha thuj le ta therrin lopën që ti sprov për po thot fadribuhu bi ba'dha. Merr një komën e asaj, e ne bini atit vdekmit. Ai vdekët i shtrim me komën e lopës, tak, edhe të çohet ai. Fa qulna dribuhu bi ba'dha. Kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayat. Thot kjo ishte qëllimi që Allahu të mëson juve se si ngjall vdekmit. Më thonë ti ta shofish një njeri vdekët. Mlidhen doktorët këtë thoni vdekët. Edhe ai ngjallet. Kur të ngjallet e sheh me si thu, si u ngjall ti që kështu Allahu ka fuqi, thot Allahu këtë e bën. Edhe sprov kjo është për bani Israilit. Po kjo është edhe mësim për ata se që kështu dhe kur dhe vdisni prap edhe një herë du ngjallet. Kedhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati, dhe Allahu a tregon argumentet e tij. Të mëson se si ngjallet, u bind ma thkell, edhe që a tregon Allahu dhul xhelal argumentet e tij, la'allakum ta'qilun, ndoshta dhe mendoni pak më mirë se deri tash si në rrugë mbar si duhet. Edhe u ngjall njeriu. U ngjall njeriu vëllezër të nderuar, saqë i erdh shpirti atij, edhe tha e shoh se ju këtë qenki u paska hi fesati, thot ai që më vrau mu është djali i vllaut tim që donte ta merr pasurinë time. Foli njeriu, edhe pastaj vdiq. E foli me gojën e vet. Kishte thonë Musa, o vëllezër të nderuar. Musa është me një gjendje, me një popull që s'beson.
Kishte thonë Musa se këtë e ka Allah ti tregon te Musa se këtë e ka vrarë djali i vllaut vet. Çka të buoshte? A te Musa në vjat ka ata. Ti ka këta je, nuk je me ne. Dhe më thonë, ti e mbron atë popull kundra ti popull. Ti Musa bon fesat. Prandaj Musa ishte me një pozit. Allahu sipas mendjeve atine, çoj si disa njerëz, çka thon disa njerëz? Thot, më ka erdhë një vdekët na diftonë neve se a ka xhenet a xhenem. Allahu na ruaj, kjo fjalë kufri. Kush e thot kët, del pe Islami, Allahu na ruaj. Do të thonë, me kët difton njeriu se s'beson. Po vllane i thon, ti të ka treguar me erdhë një vdekët ai mund na rënë neve. Se njeriu kur ai gjallë mund të trenë para mendoj vdekët. Një gjallë me i thon, "Ho, ai isha gjithatsish, arrin." Apo. Po ti të ka treguar Allahu dhul xhelal. Jo i njerëzit, me këtë dinjoja me umquj, me medal, me uzgju, të gjithë vdekmit me ungjall, edhe të tregojnë një shma e dobët se ta thotë Allahu dhul xhelal ka ditë kiametit. Pse? Se ai e ka kriju dinjonën e kiametin e në njerëzit e në kitë. Kjo është më e fuqishme se të vije dikush na tregon e për njerëzve. E kështu o vëllezër të nderuar, imani që ashtu edhe sipas imanit dobët e çoj Allahu dhe uzgju njeriu. Edhe u zgju dhe e tregoj të vërtetën dhe shputu njerëzit për shpatës. Edhe atëherë e merr dënimin vetëm ai që e ka bërë krimin. Sidoqoftë vëllezër të nderuar, kjo është disa ndodhime gjithsesi zgjati pak muhabeti, po edhe disa mësime që i përmendëm, inshallah na bëjnë dobi. Nga se e vërteta do të del edhe nëse më vonë. Kur do që të jetë, zullumqari do të tregonë. Secili njeri ka mbikëqyrës që evidentojnë çdo sen që e bën, në qoftë se dikush fshehet ndonjë do del ditën e Kiametit, mirë po kriminali gjatë, Allahu thot pejgamberi sa inna Allaha la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflit. Allahu dhul xhelal jep afat zullumqarit. Në njeri bën një zullum edhe një, thot mirë po kur ta përmbys Allahu s'ka kush e shpëton. Do të thonë atë keq ka për të përfunduar, s'ka kush e përfundon. Mos kujtoni njeriu ti rritet me gjaba unë e bëna një krim ne askush s'm pa. Wallahi njerëz ka pa apo kur të çes Allahu për me doni, që as kush nuk të fol mo, as kush nuk don të të shesit, prandaj bënu i ndershëm dhe jetosh me nder ndonjë, nga se të keqja do të del me të keqën, nëse nuk del ndonjë ditën e Kiametit, lutem Allahun na mbarson në rrugë të mbarë, na ruaj nga çdo keq që